Isha të menu kur e ceke luftën, domethënë edhe lufta nuk ta sjell vdekjen. Asnjëherë. Dhe isha të menu për 2 persona, hoxha, për 3 persona në fakt. Një është ju, Hoxh Bekir Alimi, që keni marrë pjesë në disa luftra. Edhe 2 persona, Hoxh Fatmir Latifin edhe Bekim Dashin, drejtorin ton. Domethënë, ata kur kanë pas incidente, Bekim Dashi dhe Fatmir Latifaj, 2 invalid luftës u qëpës. Kur kanë pas incidente, ati u konë bombë, u konë vdekja, afer, shumë, opton. Bekimi është pa një kamp që 30 vetë, po sa produktiv është që 30 vetë. Këtë kjo nejtë që ka e punojmë është rezultati vloton Bekim Dashi. Ate kena drejtor, kompjutera, kamera, incizimet. Këtë jena produkti i Bekimit. Në më thonë, vdekja nuk është në luftë. Gjithsesi, do të na aty janë 2 raste që unë e kam përmend në biseda jo formale me shok, momentin kur ka shpërthy granata, do thotë edhe është lëndu vllajon Bekim Dashi, kam qenë afër tij, edhe ai është lëndu neve s'na ka ndodhur asgjë. Momentin njëjtë kur ka shpërthy granata dhe është lëndu Hoxha Fatmir Latifi, jam qenë afër tij dhe mos më ka ndodhur gjë që ka ndodhur atij. Kjo është dëshmi konkrete, me thonë se domethënë granata mund të më ke qenë para teje, e X-in me godit, Y-in mos me godit, se kaderi ka qenë. Po edhe nëse e godit, me gjallë, edhe me kom produktiv 30 vite. Kjo është pjesa e parë, domethënë, kaderi ka qenë ai më godit jo ti, që je afër atij. E dyta është që domethënë pastaj invaliditeti që e ka shkaktuar ajo granat, ajo bombë, ajo minë, nuk e bën njeri më pak produktiv kur ai shpirtërisht, mentalisht është i vullnetshëm, ka entuziazëm, ka dëshirë për me kontribua. Dhe fatmirësisht të 2 personat e përmendur që me të vërtetë janë burra që meritojnë shumë lavdë dhe shumë mirënjohje nga gjithë populli shqiptar. Normalisht ata meritat i kanë te Allahu fillimisht, edhe kjo është më e madhe. Edhe kjo sigurisht ata i intereson më shumë se çdo gjë tjetër, por na si shok tyre, si bashkëpunëtor tyre, si bashkëluftar këtë rast tyre, duhet me tregu se është një nder i madh i jashtëzakonshëm për kombin ton shqiptar prania e këtyre 2 burrave që u përmendën me emra, Bekim Dashi dhe Hoxha Fatmir Latifi, sepse të dytë me gjithë invaliditetin që ka shok të lufta, ata as janë zhgënjur për jetës, as e kanë humbur vullnetin, as moralin. Ata përkundazi kanë vazhduar për shembull punët e veta, shkollimin e vet, kontributin e vet. Bile jam i bindur se i njoh dytë edhe para luftës edhe mas lufte. Mas lufte janë bërë edhe më të dobishëm, edhe më efektiv sa kanë qenë para lufte. Edhe kjo është mësim edhe porosi për gjithë njerëzit që pa marrë parasysh çfarë thona mund të lëndohen apo dëmtohen, se ti nuk ki nevojë me u blloku edhe me u mbyll vetvete pse ki një smundje ose ki një dëmtim ose ki një lëndim ose ki një invaliditet, domethënë se kontributi mund të më qenë edhe më i madh pas invaliditetit sa para asaj. Vullneti, mbështetja në Allahun e Madhërisëm, dëshira për fitu kënaqësinë e Zotit, dashuria për popullin e vet, për vendin e vet, për të kontribuar këtij vendit, atë i bën bilet veçantë, i bën jashtëzakonisht suksesshëm. Edhe normalisht invaliditeti kanë herë shndrohet për shembull në hapje dyrëve, se njerëzit e shohin me sy të mëshirës edhe të respektit, edhe ajo që dyrë të njerëzit që ata me kontribuar dhe më shumë, kurse është shembull Hoxha Fatmir Latifi për shembull, që njerëzit kur e shohin atë sakrificën e madhe që ka dhe atë krenarinë që ka me sakrificën, edhe nuk ndihet inferior as i kompleksum pse i mungon dora. Dhe kur ai për shembull merret me pajtimin e gjaçeve, pajtimin e familjeve, njerëzit domthonë ndihen të turpnum para tij, ka fliju, ka sakrifiku, tash ka ardhur ai neve për interesin ton, faktikisht me na pajtu, e si na mos me pranu këtë mediatim, këtë ndërmjetësim të këtij hoxhe. Dhe Allah i shpërbleft, ju jap shëndet edhe ymër, e vazhdojmë me kontributet e veta, e i kemi në mesin tonë edhe shumë vite, atë që ka caktuar Allahu i Madhërisëm, e shkojnë te Allahu duke qenë Allahu i kënaqur me ta. Amin.